Shikues të dashur, sa i përket ngrohjes globale dhe ndikimin në tokë, në mjedes, do të diskutojmë bashkë me njësën e kësaj çështje, profesorin Zeqir Veselaj, të cilën e kemi në një linje direkte. Mirëmëngjesi profesor, mirë se po takohemi. Mirëmëngjesi edhe për juve në studio dhe për teleshikues që na shiqojnë të momente. Është kënaqësi që ju kemi këtu, nuk e di sa patët rastet me dëgju për ngrohjen globale, për të lutem nëse materialin e kam fjalën që sa po e transmetuam, por nëse mundeni me na tregu pak çfarë ndikimi mundet me pas të mjedes edhe ai vrem na me një herë këto ndikime, sepse zakonisht të referohemi kur ka kësi ndryshime të temperaturave. A është kjo apo ka edhe diçka më tej? Po, faleminderit për pyetjen. Për publikun do të sqarojmë se janë dy koncepte që lidhen me parametrat atmosferik të motit, por që janë dy koncepte krejt të ndryshme. Është koncepti i motit dhe koncepti i klimës. Përderisa koncepti i motit mund të është parashikim dhe raportim afatshkuar në baza ditore i ndryshimit parametrave atmosferik, klima është një raportim më së paku 30 vjeçar i këtyre parametrave atmosferik për një territor të caktuar. Dhe unë dëgjoj shpesh nga njerëzit kur marrin këto ekstreme televizive të motit se ja ju ambientalistët që po thoni se ka ndryshime klimatike, ja ky i thot kjo botë që po fillon. Këto janë vetëm disa sinjale të asaj që klima jon ka ndryshuar. Kështu ndodhi edhe javën e kaluar me këtë borën e hershme të Prishtinës. Pra, ndryshimet klimatike dhe ngrohja globale janë aspekte afatgjate të ndryshimit të parametrave atmosferik që përcaktojnë jetën tonë dhe të gjitha qenieve të gjalla pavarësisht rajonit gjeografik se ku jetojnë. Pra, nëse kemi një ditë shumë të ftohtë, nuk do të thonë se ngrohja globale nuk ekziston. Sepse ato temperaturat e një ditë të ftohtë janë vetëm 1 nga 365 ditët e vitit, dhe për të nxjerrë mesatarja e ngrohjes globale do të mblidhen temperaturat dhe parametra tjera atmosferik ditën natën. Verës dimrit. Po do të këto ndryshimet që i shohim, për ne që nuk jemi të kësaj fushë ndoshta, do të kjo është si një lloj indikacioni ose si një lloj rasti që mundemi me marrë si shembull me thonë tash temperatura dje ke pak më e lartë 16 dhe sot e kemi 6, kjo do të thotë ngrohja globale, për shembull nëse komunikojmë mënyrë bisede dhe me miq kur diskutojmë diçka. Sakt, do të thotë kjo është ajo që quhen ndryshimet klimatike, diçka që ndryshon çuditshëm. Dhe ndryshimet që janë duke ndodhur në dekadat e fundit, sidomos janë më të dukshme. Ne sigurisht se e kemi një grup të njerëzve që nuk pajtohen, ne i quajmë ata mohuesit e ndryshimeve klimatike apo climate deniers, që i thonë, dhe këta fillojnë madje edhe prej presidentit Donald Trump, i cili i mohon, në fakt nuk i mohon ndryshimet klimatike, po thot se nuk jemi ne faktori që po ndikojnë, përderisa të gjitha evidencat shkencore që shkencëtarët i ofrojnë dhe i raportojnë, tregojnë se ky 150 vjeç që i fundit, që ku ka filluar revolucioni industrial, është pikërisht periudha kur klima jon, atmosfera jon është ngrohur tej mose dhe si pasojë e kësaj ngrohje klima jon ka ndryshuar shumë. Dhe pavarësisht shkencës po besoj se ju dhe secili që po na ndëgjon në këto momente e pranon në vete brenda se megjithatë në këto dekadat e fundit nuk është klima që kemi pasur para disa dekada. A mundemi me pranu dhe që si jemi shumë të ndërgjegjshëm në aspekte mjedisore, me mjedisën, nuk jemi shumë të kujdesshëm, edhe çka tash, cilat janë hapat ose masat, veprimet që ne duhet me ndërmarr, paktën me përmirësu 1% të kësaj çka po ndodh. Koment me vend, por ju e zbutët pak, nuk jemi të kujdesshëm. Apo është mëngjes? Unë i zbut pak në mëngjes. Tani mirë është, po në gjitha duhet ta pranojmë se faktori antropogjen, faktori njeri, jo që nuk është duke u treguar kujdesshëm, është duke u treguar abuzues me mjedisin, raport me 1.5 milion qenje tjera të gjalla me të cilat bashkëjetojnë
në këtë planet dhe sikur e kemi marrë primatin se ky planet dhe gjithçka që ekziston këtu është vetëm për njeriu dhe i mohojmë, i abstrahojmë se ka të tjerë bim, shtonse, i kanë pothuajse të njëjtat nevoja sikurse ne. Çka duhet të bëjmë është ajo se këtë abuzim duhet të shiqojmë disi ta frenojmë. Nevojat e njerëzimit janë të pafundme. Në fakt, jo nevojat se, siç ka thënë Mahatma Gandhi, ky planet prodhon për nevojat, për të plotësuar nevojat e të gjithëve, por nuk mund të prodhoj për të plotësuar lakmitë e të gjithëve. Dhe janë shoqëritë të caktuara, shtetet të caktuara që në këtë vrapin e madh për pasurim dhe dominim ekonomiko-shoqëror, ushtarak, politik në botë, i kanë kaluar ato që i quajmë kufi planetar, nga të cilat nuk do të psojnë në rastin eventual vetëm ata, po do të psojmë edhe ne që pothuajse nuk kemi, kur them ne shtetet e vogla, të cilat nuk kemi asnjë faj në këtë. Dihet botërisht se janë fuqitë ekonomike të botës, si Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashmë është në rritje sipër India, Rusia, Bashkimi Evropian, Japonia, të cilat e kanë dhënë kontributin më të madh, kontributin themi në ngrohjen globale dhe këto ndryshime klimatike, dhe atyre ju takon edhe përgjegjësia më e madhe që të ndërmarrin hapa që ta stabilizojnë gjendjen e klimës e cila vetë sa duke u përkeqësuar. Por si individ secili e kemi pjesën tonë të përgjegjësisë, sepse secili kemi ato nevojat tona, të mëdha ose të vogla. Ajo që mund të bëjmë është se secili mund të kontribuojë që të mos e përkeqësojmë më shumë këtë gjendje. Javën e kaluar bota u nda nga ambientalistja me fond botërore. Për mua është një nga dy personat që më ka dhënë gjithmonë pasion dhe motiv me ecë në këtë rrugën e ambientalizmit, Jane Goodall. Një grua shumë e fortë që tër jetën ja kushtoi një farë rivendosje të marrëdhënies së njeriut me pjesën tjetër të botës së gjallë. Bile ajo ka pas fushë studime të tyre se si mundet njeriu ta rivendos marrëdhënien natyrore me më të afërmin e tij në planete që ishin majmunat shimpanza. Që 99% të ADN-s kanë të ngjajshëm me neve. Dhe ajo e ka një thënie të fuqishme lidhur me pyetjen tuaj se thotë, ne me veprimet tona çdo ditë bëjmë ndikim në mjedisin jetësor. Diferencën e bën ajo se çfarë ndikimi do të bëjmë. A do të bëjmë ndikim pozitiv apo ndikim negativ. Ndikime negative vetë se kemi parë mjaft, ndikime pozitive është mirë ti shumëzojmë në jetën tonë, sepse i kontribuojmë vetvetes, familjes, rrethit, shoqërisë dhe në fund një mjedisi të përbashkët të cilin e ndajmë. E uroj që këto ti shumëzojmë edhe ne, do të të shtojmë këto veprimet mira, pozitive. Po, absolutisht po. Shpesh e them se mund të duken veprimet të vogla. Qa ka lidhje që unë e lën një dritë ndezur. Po sa lën ndezur është mirë ta fikër, sepse për të qëndruar ndezur ajo dritë, duhet të digjet qymyr në obileq, a është kështu? Po e vërtet. Djegja të qymyrit do të shkarkoj ndoc dhe dioksid karbon që e ka rolin kryesor në ngrohjen globale. Dhe mund të po çfarë peshe mund të çojë dioksid karboni që po u liroj ka nga drita ime që rrin ndezur pa nevojë. Po nëse rrin ndezur pa nevojë, më mirë të mos rri, sepse përveç se i kontribon uljes së shkarkimeve, e kursen rrymën, e kursen ekonominë tënde familjare, po e shohim tashmë se çfarë po na vijnë fakturat e energjisë elektrike. Veprimet të tilla, kursimit të ujit, kursimit të energjisë, mos përdorimit të veturës pa nevojë, për me shku, them figurativisht nga njerë me shku deri në furrë me marr bukën, janë shumë të vogla që secili prej nesh duhet t'i bëjë. Ne nuk kemi peshë që të veprojmë në operimet e kekut, por ne duhet të veprojmë brenda atyre mundësive që si individ i kemi.
Po, e vërtet edhe uroj që ti fusim në veprem edhe ne, edhe ti marrim këto masa. Disa i kemi përmend edhe gjatë kohës para se me fillu bisedën, disa në material dhe i përmendet edhe jo. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit për gjitha informata dhe këshillat cilat i keni ndonë në emisionin e mëngjesit. Kënaqësi. Faleminderit edhe për juve si media të gjitha, sepse mediat e ka një rol jashtëzakonisht madh në këtë procesin e vetëdijësimit dhe ndërgjegjësimit të njerëzve, që duhet të fillojmë të zbusim dhe të adaptohemi në një klimë të re. Po, faleminderit shumë. Kënaqësi. Faleminderit. Ndërsa ne tani